Po kjo histori, Mogova, qa është kjo? Është e vërtet kjo, apo është lololo mediatike për tërmbur dynjan? Po. Është e vërtet? Po. Zërbe? Po ta shpjegoj, sepse edhe se si është thënë, duhet kuptojmë për çfarë flas. Ha, pra. Atëherë, Serbia ka filluar një program të modernizimit të avionëve të vet MiG-29 që ka, që është një avion shumë i nivelit shumë të lartë. Po, MiG-u është rus, por ka filluar modernizimin e MiG-29, sepse ka MiG-29 është një nga avionët më të mirë në botë, nga pikpamja e avionëve gjujtës ushtarake. Edhe ka vendosur t'i pajisë këto, ku është MiG-29, me sistemin kinez Air-Tok CM-400. Tash çfarë është sistemi kinez CM-400? Pra është raketë balistike, po semi-balistike. Pra nuk është si ato që jemi mësuar ne që shohim që të bëjnë. Është gjysmë balistike. Këto shkojnë deri në 250 km. A, jo më shumë? Jo, po pse janë të rrezikshme? Sepse këto duket fiks janë marrë për Kosovën. Janë të rrezikshme sepse ky sistem kinez është bërë mënyra se si lëshohet është kështu. Nuk e ka pilet. Pastaj është me pra është kështu. Ngrihet lart? Po. Pastaj është me telekomandim dhe rënja ka fiks pingull me shpejtësi shumë të lartë dhe është gati e pakapshme. Pra, arsye pse është alarmuar Kroacia, është se Kroacia e di që për të penguar pra në një luftë mundshme goditjen me këto lloj raketësh, pasi MiG-29 është vërtet një avion i niveleve të larta, ki parasysh që Serbia dhe Kroacia kanë jetuar bashkë në Jugosllavi dhe kanë pas një ndonjë dhe ata ja njohin ato avantazhet dhe defektet të njëri tjetrit. Parantezë, dhe kjo është një armë gjuajtëse, kjo është një armë pra s'është për mbrojtje, siç ka thënë deri tani. Kjo është armë agresive për sulm. Dhe tani ku është problemi? Problemi është që kjo lloj rakete ka të pamundur që ti ta kapësh, pra e vetëm mundësi që ta kapësh, gjithmonë nëse kap, është vetëm me sisteme Patriot. Por një sistem Patriot kushton $1 miliard. Plus që duhet $1 milion preda për sistemin Patriot, nëse do ta kishte. Pra sot, sistemin Patriot Kroacia o do duhet ta blinde vetë nga Amerika, ose duhet ta merrte nga NATO. Po ndërkohë që Amerika sistemet Patriot është duke i përdorur lidhjet mesme dhe çai ka dhënë Ukrainës më thanë, pra është një kosto shumë e lartë. Dhe për Kosovën as i bëhet fjalë se sa kushton një sistem Patriot do kishte gjithë buxhetin Kosova të mbrojtjes, pra deri $1 miliard. Cilat janë sistemet mbrojtëse raketore që mund të kapin këtë lloj rakete? Është S-400 rus, po që rusët nuk ja shesin as Kroacisë edhe as Kosovës. Ato kushtojnë deri në $450 milion, pra që është gjysmë e Patriotit, dhe janë shumë efikase, por duhet të ta shesin rusët dhe nuk vjen shprehje kjo gjë. Po se ata nuk bëjnë biznes sot. Ata biznes mund të bëjnë, po të kesh lekët e ta shesin. Ta shesin tek kjo gjë, jo tek teknologjia e lartë ushtarake, jo. Është Patrioti që kushton $1 miliard, dhe janë sistemet kineze, të cilët pasi po ja shesin Rusisë, nuk mund të ja shesin këtyre tjera. Tani, është bërë kontrata, ky Vučići ka bërë kontrata, po? Po, ka bërë kontratën e Nuk është se do i blejt, nuk është se do i marri tani, apo jo, se këto do vite. Tani, po bën modernizimin e avionëve dhe pajisjen me këto sisteme. Pse? Se janë sisteme gjuajtëse me lazer dhe me sisteme komandimi me satelit, janë moderne, janë shumë vështirë për t'u kapur. Po, që satelit të përdori tani Vučići? Kinezë. Të Kinës? Po, ai që po i shet, ai do japi dhe shërbimi satelitor. Prandaj është alarmuar Kroacia, dhe Kroacia kërkon mbrojtjen e NATO-s, pikërisht duke thënë që për çfarë po pajiset ky. Pra ky pajiset për të bërë agresion. Dhe agresionin në këtë moment, për mendimin tim, ata kanë një plan bë në kokë në rast të një zgjerimi të luftës në rajone të tjera, Beogradi, për Kosovën. Zërbe? Për mendimin tim, po. Kjo lloj arme... Si mo, të i bjen Kosovës, ta? Për mendimin tim, nëse vazhdon lufta në gjirin persik dhe nëse zgjerohet lufta, mendimin tim, serbët kanë plan të bëjnë ato që armenët bën me paktën pjesërisht për veriun, që armenët bën që azerët bën me Armenin, pra me Nagorno-Karabakun. Për mendimin tim, serbët kanë këtë plan rezervë në dorë që të godasin në... Sepse ti thua Kosova nuk është akoma në NATO? Kosova nuk është NATO, po mbi gjitha Kosova nuk ka aftësinë për të mbrojtur.
Po Shqipëria mund të mbrojt kulla? As Shqipëria se ka sa të aftësi. Shqipëria mbrojt sepse është në NATO. Por çështja është... Kush e mbron, për shembull, më me që gjuhin ata? Po, komanda jugore e NATO-s sjell sistemet raketore këtu, pra Amerikanë sjellin patriotët, por nuk besoj që ata gjuhen Shqipërinë, ata e kanë objektivin te Kosova. Po kjo bon stilin në Kosovë, nuk ju faren punë, nuk ka lidhje me këto. S'ka sistem mbrojtëse, do sistem As nuk ka sistem mbrojtëse, as mund. Do ta sjellësh sistemin raketor, do t'i sjellësh patriotët në Kosovë. Dhe ki parasysh që kushton shumë, pra pasi sistemi kushton 1 miliard dhe një raketë e patriotit kushton $1 milion. Pra nëse shkon në një luftë tillë, pra nëse si vend i pavarur Kosova duhet ta blej, Kosova duhet bëj sakrificat më mëdha, prandaj kam thënë që kryeministrat e Kosovës kushdo qofshin duhet vazhdojnë të rrisin buxhetet e tyre ushtarake, pa asnjë lloj, pa as më të vogël dyshim. Por çështja është që edhe sikur të arrisësh buxhetin ushtarak, të duhet aprovimi ushtarak i Amerikës të ta shesë, se nuk është se ti shkon në supermarket dhe e ble. Qartë, nuk është se i gjetë dyqan i lagjes. Pra, edhe Turqia sa do të përballë disa gjëra të tilla duhen. Po Turqia me çfarë sistemi mbrojtjes funksionon kështu anti-raketor? Turqia ka marrë disa patriot, po Turqia donte të blinde S-400-t, prandaj u prishën në Amerikë. Po, sepse ato janë më të mirë. Jo, i mori më duket. Po i mori pra po. Prandaj u mërzit Trumpi. Prandaj jo Trumpi, u mërzit Bideni në fakt. Ishte para Trumpit, ishte Obama. Sepse e para sistemet S-400 funksionojnë më mirë, e dyta sistemet S-400... S-400 apo S-400? S-400. është S-400 dhe S-500, dhe dyta S-400 është shumë pak i kushtueshëm se sa patrioti është. Janë këto që përdor Izraeli, si quhen ato të Izraelit, ato të veçanta. Si quhen këto dom... Aerondomi është i krijuar enkas, por Izraeli përdor edhe sistemet patriot, se ka bler në shkuar. Dakord. Ndërkohë Izraeli ka dhe 2 sisteme TAD që ja kanë vendosur amerikanët në Negev dhe 2... Si quhen TAD? TAD, THAAD. Po e kemi bërë bashkë emision, po TAD. Dhe kanë dhe sisteme TAD që i kanë në luftanie në Detin Mezej, që mbrojnë Izraelin. Megjithatë ato janë për... Po këta grekët, kanë sistem kështu moti, po janë të NATO-s? Të NATO-s. Janë bazat amerikane? Jo. Janë bazat amerikane. Po sta dhanë amerikanët dhe po jenë NATO, se nuk është vetëm aftësia jote për ta blerë. Është edhe ai që ta shet, ata shet. Dhe vetëm ta shet, pa ai duhet të bëjë know-how, se nuk është se ti përdor njeriu. Atje, nëse të kujtohet ty. Çfarë janë këto tani? Avion luftarak MiG-31, po. Dhe 21 të luftës së luftës ftohtë, të nxjerrë në përdorimi. Baza aerore Kuçovës. Këto kanë qenë avion shumë mirë. Këto janë të Kuçovës. Këto kanë qenë avion shumë mirë dhe duhet të thënë. Në atë kohë, po. Shqipëria ka pas një flotë shumë të madhe aerore në atë kohë, po është e gjitha nxjerrë jashtë përdorimit. Nëse kjo do modernizohej, do ishte shumë e mirë. Dim që sa ka bler Vučići kinezëve këto raketa? Se di, duhet i shoh, domethënë. Janë open source, janë open source. Se besoj, këto janë kontrata ushtarake të fshehta, por unë mendoj që qëllimi i Serbisë është që në një luftë mundshme të ketë aftësinë goditëse dhe... Po Serbia nuk do aventuronte kur të binte një vendit NATO-s? Si a shesin? Jo, Serbia vetë. Nuk do bënte aventurën, nuk do guzonte kur të godiste një vend të NATO-s, do të them. Kroacin, Shqipërinë. Serbia mendon që nëse do të ketë një shpërbërje të Bashkimit Evropian, se ka mendim strategjik Serbia. Qartë. Qofse do ketë një shpërbërje të Bashkimit Evropian, qofse do ketë një shpërbërje të NATO-s, qofse do ketë një zgjerim, të marrë dhe të shfrytëzojë këtë dobësi. Qartë, e kuptoj. Prandaj unë kam thënë gjithmonë që ne shqiptarët, shiko, tha presidenti Aliyev tha një gjë shumë bukur kur dje mëngjes, kur mori fjalën tha një gjë shumë bukur. Çfarë tha Aliyev? Shumë vite tha, mua më kanë kritikuar tha perëndimorët, më kanë thënë tha pse harxhon shumë para për mbrojtje, për luftë dhe për siguri. Se ti di që Azerbajxhani ka harxuar gjithmonë shumë e tjerë. Tashmë tha e kanë kuptuar gjithë që kisha drejtuar tha. Dhe ja ku jemi. Pra këtu jemi këtë pikë. Nuk është luks të harxhosh për mbrojtje dhe qartë. Sepse vjen një moment që mund të përmbyset gjithë ekuacioni. Donald Trumpi ka pas absolutisht të drejtë që këtyre idiotëve të Evropës i bënte presion dhe i thoshte duhet paguni 2% në GDP dhe tash samitin që shkoi vu kushtin e 5% që janë dakord. Mirë, ai të drejtë ka sepse mos harrojmë që ai fillon dhe vetë luftën, e kupton? Ai prandaj thotë se di të fillojë një luftë. Çani po flasim për tjetër gjë, po themi që bëra shakakulla se kisha seriozisht. Vendet antarët NATO-s e kanë detyrimin e 2% që në antarësim dhe se kanë plotësuar kurrë një pjesë. Informacion para se të lë të ikësh kulla, se më kënaqë sot, 1 orë gjysmë iku tani dhe nuk kuptua asgjë valla. Kemi qenë nga ora 9 bashkë. Madje 10:30 ora. Të lutem le të lajmëro pak çuna të vinë.
Po, thot, për pyetjen që bëra për Greqinë, vëlla. Po, Greqia ka një sistem të zhvilluar të mbrojtjes ajrore, thot. Ajo përdor sisteme me rrezet e gjatë si MIM 104, Patriot, dhe S300 PMU Viz 1 në Kret. Po sot ja bleu, e diti si është historia? Ja ta mbaroj. Sisteme me rrezet të mesme si MIM 23 Hawok dhe Tor M1, si dhe sisteme me rrezet të shkurtër si OSA AKM dhe FIM 92 Stinger. Po to janë të integruara me radar dhe avion luftarak si F-16, Fighting Falcon dhe Dassault Rafale. A i ky është informacion zyrtar, vëlla. S-300 që është shumë i vjetër, S-300 ata ja blenë rusëve të re. Rusë, po. Po çana, tregoj historinë e S-300 apo? Jo, tani s'kemi kohë. Arsyeja pse shkojnë në Burg Saksopoulos? Zoazopoulos, po. Po. Ishte blerja e S-300-ve. Dhe e diti që kam pas një mikun që u dënua, ka vdeka, ishte libanez, ishte krishter, Fuad Zajati, njëri shumë i famshëm, vdiq nga një kancer pankreas në vitin 2020, dhe ishte njeriu që kishte negociuar marrëveshjen Greqisë Zoazopoulosit me rusët, dhe ai është i vetmi njeri i dënuar me burgim përjetshëm në Greqi për korrupsion nga lufta e dytë botërore sot. Për këtë punë? Po, për këtë. Dhe ishte i krishter dhe vdiq në Liban, rrinte atje në Four Seasons Liban, katrin e fundit e kishte gjithë për vete, se nuk ditëm. Si ka emrin? E kishte emrin, se ka vdekur në 2020. Si ishte emrin? Fuad Zajat. Shko shije në Google. Është i dëgjuar shumë, më plak. Po, unë kam pas mik Fuadin. Unë kam parë dokumentar për këtë. Unë Fuadin kam pas mik, ka qenë shumë i shtrenjtë. Vllafiq. Po, shumë i shtrenjtë. Edhe Fuadi rrinte në Beirut, edhe u dënua me burgim të përjetshëm. Dhe diti pse si i kapën këta? Se shkoi Zoazopoulos, Fuad Zajati dhe ky ministri i mbrojtjes. Janë këta që bëjnë totanëve. Dhe po për këto raketat S-300. Se këtë të mëdhenj armësh ta. Dhe ky ministri i mbrojtjes jo të Qipros. Të Qipros, po. E di si kapën. Se Zoazopoulos të di që ndryshoi gru, mori një gru 3. Po, e di, po. Edhe ajo bashkë me gruan e këtij ministrit të Qipros shkuan dhe bënin fundjavë në Zvicër para vitit të ri. Dhe pan 2 peliçe shumë të bukura dhe s'kishin para për t'i blerë, ndërkohë që kishin si garanci për këtë shitblerje që kishin bërë. S-300-ën? S-300-ën, tash mund ta them se ka vdek Fuadi shkreshuj, s'ka lidhje. Ma tregonte vetë muaj. Po. Dhe i kishin lënë parat garanci me çeqjet mbyllura. Dhe kjo merr dhe thyn njëri nga çeqjet e mbyllura. Dhe blen peliçe, 2 peliçe, 2 gratë. Dhe CIA bashkë me drejtsinë. Nga kjo i kapi? E nisën nga thyrja e çekut dhe gjetën emër të kujt ishin parat dhe u dënua me burg përjetshëm, është i vetmi njeri në Greqi nga lufta e dytë botërore këtë që dënohet me burg përjetshëm, vdiq në Beirut. Në Beirut. Dhe Zoazopoulos u dënua një 18 vjet më duket dhe ky tjetri. Ai ka kishte akuza të tjera. Po, dhe ky tjetri, korrupsione këto gjëra. Dhe ky tjetri në Qipër po ashtu për gjithë. Për këto S-300-at. Prandaj them që nuk